ke për këtë katandisje e qua ju të pëndes. Nëse mund të shkurtimisht, Ti ke qenë më përpara, ju fusit miq të lunë basha për të bërë deputet, u po them për ty, po të gjithë, rreth e rrotull, edhe zi i radha atje të para pëndes, kur kalonim ne, kur kishte zgjedhje, për të bërë kandidat, edhe për bashkit më kotë, jo më për deputet, po apo edhe për një post në parti, tani të gjithë, ju duket sikur ju kanë lënë tritolin në dorë dhe e flakin. Unë nuk mendoj që figurat mbin nga hiqi, askund, jo vetëm politik. Pra figurat edhe duhet të rriten, por ata që kanë guximin, ambicien edhe idealin disi më të madh, pra tjetër që mund të prevalojnë shumë shpejt në kost disa të tjerë, se në funditës secili do të bëj rrugëtimin e vet. Për sa i takon asaj që ta në lidhje me mandatin, pa diskutim që Osmar përsipër të flas për llogaritë që bën asnjëri nga ata, përderisa ata vendosen që mos marrin pjesë në këtë garë, të i japin të drejtën të gjithëve që të bëjnë të gjitha analizat, komentet edhe atë çfarë mendojnë. Është shqetësuese, që për mua është skandaloze që kjo pra është shqetësuese kjo apo jo? Nuk janë fare në tryez dhe